fakt, ne jemi në një muaj shumë të rëndësishëm për të gjithë qytetarët, jemi në muajin e ndërgjegjësimit për sa i përket sëmundjes së kancerit. Jemi në muajin tetor, në muajin roz, i cili pa diskutim që duhet të jetë muaj i sensibilizimit dhe i edukimit për të bërë kontrollin apo vetë kontrollin e gjithë njerëzve, më së shumti të femrave të kancerit të gjirit, por nuk duhet në përjashtuar edhe mundësia e ekzaminimeve që duhet bërë edhe të meshkujt. Kam ardhur sot këtu në cilësinë e psikologes për të ndoshta për të tërhequr vëmendjen e gjithë secilit nga ne që vërtet duhet të kemi një parandalim të këtyre sëmundjeve, por edhe roli psikologut për këtë lloj kauze apo problemi shëndetësor është shumë i rëndësishëm. Në moment që një pacient diagnostikohet, nga kush duhet komunikuar diagnoza, si veprohet? Kanceri, po themi në gjuhën më të përdorur, është vërtet një diagnozë shumë e rëndë, e cila ka një rëndes të madhe psikologjike, her pas here mund të themi se fjala kancer apo i prekur nga kanceri destinohet vdekja. Mendohet, paralelisht mendimi shkon tek vdekshmëria, tek mungesa e shpresës. Kështu që komunikimi duhet të bëhet në mënyrë shumë të kujdesshme dhe në përputhshmëri me natyrën e personit. Pra do thosha që nëse personi është një person i cili besueshmërinë e ka më të lartë tek profesionisti, atëherë është mirë që këtë lloj diagnoze apo këtë lloj komunikimi të rëndësishëm duhet pashmangshmërisht ta bëjë personi, qoftë familjari nëse ai e ka besimin tek familjari, apo edhe profesionisti nëse ka. Pra duhet gjetur sipas situatës personi më i besueshëm për personin i cili është i prekur. Do të thosha që është shumë e rëndësishme komunikimi i diagnozës. Jam me idenë që personi i cili është i prekur të informohet në lidhje me situatën shëndetësore që ka, sepse në shumë të rasteve qoftë familjarët e afërt kujtojnë apo hamëndsojnë sikur personi të ta ketë shumë të rëndë situatën nëse i komunikohet, por absolutisht ai duhet të ndërgjegjësohet për të përmirësuar ndoshta cilësinë e jetës, e cila sigurisht që ndikon në vazhdueshmërinë e hapave të diagnostifikimit, po themi, por edhe të jetës, sepse të jesh me kancer nuk do të thotë që je i destinuar të vdesësh. Është një luftë, është një betejë e cila jo pak herë kemi parë që edhe të sfidohet apo të fitohet. Kështu që duhet të jetë një anë psikologjike shumë e shëndetshme, një mbështetje shumë e mirë qoftë nga familjarët, por edhe nga stafi mjekësor që tashmë është shumë i trajnuar apo i specifikuar për diagnozat, sepse po shohim që rastet rriten dhe kanceri tashmë është për një sëmundje shumë e përhapur. Fatkeq. Sa ndikim ka psikologu në përballimin psikologjik pikërisht të këtyre pacientëve? Çfarë hapash ndishen që mbase t'ja lehtësoj pak më tepër gjendjen psikologjike? Truri është organi më i rëndësishëm, them unë, i cili vendos të gjitha mekanizmat për të mirë funksionuar çdo lloj organi tjetër. Pra nëse ne kemi një shëndet mendor cilësor, që këtë gjë e realizon mjeku psikiatër, pa dashur që ti marrë atributet, po edhe psikologu, i cili kujdeset për mbarvajtjen e shëndetit mendor, sigurisht që sfida është e fituar apo cilësia e jetës deri në momentet e fundit ndryshon. Pra, një profesionist i mirë ka teknikën për të qëndruar pranë dhe për të komunikuar të gjitha hapat e rëndësishme të cilat përmirësojnë. Do të thosha që nuk është luks prania e një psikologu në një diagnozë të tillë, por është një domosdoshmëri
e cila lehtëson sigurisht diagnozën. Kjo mund të ndodhi qoftë në terapi apo në praktikat më të thjeshta, qoftë si në mënyrën e komunikimit, e ushqimit, në mënyrës së të ushqyerit apo të organizuarit të një rutinë dite të thjeshtë. Do thosha që një profesionist i mirë nuk është tepër asnjëherë. Ju sapo përmendët dhe rolin e psikiatrit dhe shpesh herë ne ngatrohemi se kush është roli i psikologut dhe psikiatrit, cili është dallimi ose ndryshimi dhe kur njerëzit duhet t'i drejtohen psikologut dhe kur psikiatrit. Janë dy komponentet më të rëndësishëm të shëndetit mendor. Profesionistët më të mirë për të mbajtur larg çdo diagnozë të deformimeve shkojnë të dy në dobishmëri të njëri tjetrit. Puna e psikiatrit konsiston në dhënien e një diagnoze të saktë dhe në pjesën e medikamenteve, ndërsa psikologu sigurisht ndihmon në edukimin apo në reflektimin e një situate më të përshtatshme, të ofron mundësi për të ripozicionuar situatën dhe ndihmon duke e deleguar her pas here punën tek njëri tjetri të dy. Do thosha që është një gjë shumë e rëndësishme për pjesën e shëndetit mendor, nuk duhet anashkaluar asnjëherë dhe i duhet kushtuar vëmendje sepse më mirë të parandalojmë se sa të diagnostifikojmë dhe truri sigurisht është pjesa më e rëndësishme që ne punojmë çdo ditë, që ne krijojmë apo që ne edhe qoftë lëvizim pa mundësinë e trurit ne nuk kemi të aftë as të lëvizim. Si është gjendja shpirtërore të prekurve nga problemet, nga çrregullimet e shëndetit mendor? Ajo që ne arrim ta kuptojmë të gjithë është pjesa që është një shpirt i vrarë, që është një shpirt i dëmtuar, që është një shpirt gjithplag që nuk mund t'i qepim, që është një shpirt i coptuar, por unë personalisht do të thosha që është një shpirt që do përmirësuar apo do kuruar. Edhe këtë mundësi mund t'ja japi qoftë vetë i sëmuri, sepse realisht është në njohje të diagnozës, po themi, dhe detyrimisht duhet vetë korrigjohet apo minimalja të kërkojë ndihmë. Pra, le të themi që është një shpirt i prekur, i trazuar, në këndvështrimin tim jo i shkatruar. Ndoshta edhe për t'i dhënë pak ngjyra më tepër pozitive. Sa rëndësishme është, ku qëndron rëndësia e të pasurit një qasje pozitive qëndrimi pozitiv ndaj këtyre personave të prekur? Unë do të thosha që shpesh dukem si njeri shumë pozitiv, por nga eksperiencat kam parë që qofte dhe eksperiencat ditore më të thjeshtat elementare që ne kemi, pritshmëritë janë më të pozitive nëse ne i marrim në sensin pozitiv çdo lloj gjëje. Pastaj për sa i përket sëmundjeve, sigurisht që kanë një ndikim shumë të madh në gjendja shpirtërore, pajtueshmëria apo predispozita për të ndërvepruar apo për ta qasur më mirë, sigurisht që ndikon pozitivisht, sepse fillon që me pranimin e situatës, që mund të jetë një situatë vërtet e rëndë, por nëse ti pranon që të kesh një dietë ushqimore të rregullt, që ti të kesh një aktivitet fizik i cili nuk të mundon shumë, por që të shpërqendron nga situata, sigurisht që të ndihmon. Le të themi që gjendja shpirtërore, ta vendosim aty ke truri që është elementi më kryesor, edhe gjendja shpirtërore do thosha që është një element shumë i rëndësishëm për të dhënë frutet pozitive. A ka në vendin tonë trajtime të specializuara për këta persona? Po sigurisht që janë mjekët, janë profesionistët onkologë të cilët punojnë, luftojnë çdo ditë dhe më besoj që është një plagë shumë e thellë shoqërisë që personalisht kam ndjeshmëri shumë të lartë ndaj kësaj kategorie njerëzish dhe janë të specializuar. Ashtu kemi dhe psikologë të mirë të cilët
kanë investuar në këtë pjesë edhe kanë dëshirën e mirë për t'i mbështetur dhe për të dhënë modelin më të mirë që pavarësisht se është një luftë e vështirë, ka edhe fitore. Duke mbetur tek trajtimi, si trajtohet për shembull ankthi, depresioni dhe sa mbështetës janë familjarët zakonisht tek pacientët me këto çrregullime? Është një sëmundje e cila ka një predispozicë shumë të lartë për të pasur ankth edhe depresion, pashmangshmërisht, jo vetëm tek të prekurit me kancer, por edhe familjarët kalojnë trauma, le të themi, apo preken në këto lloj momentesh, të preken shpirtërisht, emocionalisht, që agravon pastaj në depresione dhe në gjendje ankthi, kemi shenjat e mungesës së gjumit, të mungesës oreksit, që sigurisht kalojnë vetëm nëpërmjet specialistit. Është gjëja më e rëndësishme që komunikimi dhe çdo hap tjetër të bëhet vetëm nëpërmjet specialistit, sepse ka raste që njerëzit të cilët preken, qoftë edhe familjarët që janë në shërbim të SMU-ve, marrin vetë kompetenca, që është një gjë shumë dëmtuese faktikisht dhe nuk është mirë. Pra kemi teknikat shumë me frut, produktive, të cilat janë vetëm nëpërmjet specialistit. Ankthi dhe depresioni pastaj vlerësohet në specialisti nëse të duhet të marrësh një terapi për rregullimin e ciklit të ditës apo të duhet medikamentet që nuk është i pakët rastet të cilët mund të marrësh paralelisht me... Cilat mosha janë më shumë të prekura në këto çrregullime? Dhe përse, për çfarë të ankthit, po flasim për depresionin. Nuk do të anashkaloja asnjë lloj moshe, sepse edhe të vegjëlit kanë ato depresionet e tyre, të cilat her pas here mund të justifikohen apo mund të mendohen sikur janë me papërshtatje të realitetit apo të situatës familjare, ndoshta edhe nga shmanget që mund të bëjnë familjarët, ritualit të ditës, zakoneve që ne kemi ndonjëherë nuk pushtojmë vëmendje fëmijëve. Adoleshentët sigurisht kanë ato problematikat e tyre me socializimin e ambientit, me kërkesat, me vetbesimet, me situatat e tyre. Kemi moshën tjetër pastaj të rriturit, të cilët kanë problematikat e tyre, qoftë nga punësimi, qoftë nga pranimi i të tjerëve, pra nuk më do të thosha një moshë specifike, por nuk do të përjashtoja që është i pashmangshëm në të gjitha moshat, e kemi të pranishëm në të gjitha moshat. Kjo është këmbana të cilët ne duhet t'i bijem her pas here, që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm, që vëmendja nuk duhet të shkojë pavarësisht se neve kemi angazhimet edhe punën, edhe ritualet e ditës që na marrin ndonjëherë edhe na shkaktojnë shumë dëm. Edhe një mesazh të fundit për të gjithë ata që mbase ndihen të ngarkuar, por e kanë si tabu për të folur për këto probleme? Unë do të thosha që shëndeti mendor është primar. Ajo që është e rëndësishme është që t'i kushtojmë vëmendje, t'i japim kohë, ndërsa për sa i përket muajit roz, muajit të sensibilizimit të kancerit, është një muaj shumë i rëndësishëm, është mirë që ne të diagnostifikohemi, që t'i kushtojmë vëmendjen dhe nëse rezultatet sado qofshin negative për sa i përket anës shëndetit, të jemi më vetëdijshëm, ta pranojmë sëmundjen dhe të sfidojmë çdo ditë. Zonja Bekteshi, ju falenderoj që ishit sot me ne në studio. Jam hapur për gjithmonë për ju.